Zëvendës ministre e Arsimit Lorena Haxhiu ishte e ftuar përballë të rinjve në debatin e zhvilluar në Rock Politik, qendër rinore Arka. Zëvendës ministre ka shfaqur platformat për të rinj, ndërsa tha se një prej tyre është program për praktikat e punës që jep mundësi punësimi për të rinjt dhe i afron ato me tregun e punës. Kemi shpallë një programi shumë të rëndësishëm, siç është programi kombëtar i praktikave të punës në ombrellën e Paktit për Universitetin. Mbërrin në vitin e 5 të tij shpallja e këtij programi dhe aplikimet do të jenë të hapura nga nesër, pra nga data 7 shkurt deri në datën 29 shkurt. Ofron një mundësi të shkëlqyer për gjithë të rinjt nga mosha 21 deri 26 vjeç, të cilët kanë përfunduar të paktën ciklin e parë të studimeve bachelor, në mënyrë që të fitojnë përvojën e punës të njohur nga Departamenti i Administratës Publike. Një program i cili ndahet në dy faza. Unë thashë se qëllimi është ofrimi një përvoje pune apo pajisja e tyre me njohuri praktike dhe kalimi shumë i lehtësuar nga auditori, nga universiteti drejt në tregun e punës, sepse me përfundimin e periudhës 3 mujore të praktikës 200 prej këtyre të rinjve punësohen me kontratë një vjeçare në administratën publike. Për herë të parë këtë vit kemi përfshirë në këtë program institucionet e pavarura dhe gjithashtu numri i pozicioneve për praktik është 2500, që përkthehet në 2500 të rinj, të cilët sot do të kenë më tepër hapësira dhe mundësi në çdo bashki të vendit, në çdo institucion qendror të vendit, por njëkohësisht edhe në shumë shoqëri tregtare. Zëvendës ministre foli edhe për paktin për universitetin, duke hedhur poshtë pretendimet e disa studentëve që kanë protestuar dhe duke thënë se studentët përfitojnë shumë nga ky pakt. Jo të them se pakti për universitetin ka qenë një pakt midis qeverisë shqiptare dhe studentëve, të cilët sot kanë mundësi që jo vetëm të paguajnë 50% tarifave të dikurshme, paktën referuar këtu ciklit parë bachelor, por gjithashtu edhe të facilitohen nga qeveria përmes bursave. Studentët ekselent, gjithashtu edhe studentët nga kategoritë e veçanta. Sot ata kanë akses në bibliotekën digjitale, por njëkohësisht studentët ekselent kanë mundësi që të punësojnë në administratën publike dhe kemi qindra të punësuar përmes portalit puntëmbar.gov.al. Buxheti sigurisht ka qenë një buxhet i shtuar në drejtim të infrastrukturës, por edhe kërkimit shkencor, kështu që mendoj se vëmendja ndaj studentëve është një vëmendje më se e merituar për atë pjesë shoqërisë që është më vitalja dhe që prej cilës ne presim shumë. Të rinjtë e Rock Politik kanë patur mundësinë që t'i drejtojnë pyetje zëvendës ministres së Arsimit Lorena Haxhiu, duke marrë edhe përgjigjet përkatëse.